Inigo Perez është paraqitur në konferencën e zakonshme për shtyp, ndërsa në prag për Rayo Vallecano ishte ndeshje me Real Madridin. Trajneri i klubit spanjoll foli për situatën e krijuar me Ivan Balliun pasi ky i fundit u zëvendësua në sfidën me Lech Poznan. Perez ka lënë të kuptohet se Balliu nuk ka pse kërkon falje sepse nuk pati asgjë. Ishte një bisedë e cila erdhi aq hapur për shkak të miqësisë mes të dyve, po ashtu mungesa e Perez në konferencë pas ndeshjes së Ligës së Evropës lidhej me arsye personale, siç Vallecano kishte njoftuar. Nuk pati mungesë respekti nga Ivan, nuk ka ndonjë ndëshkim në këtë gjykim publik që është krijuar. E kuptoj këtë industri, gjithmonë është dikush që gjykohet dhe në anën tjetër është trajneri që është i dashur. E vlerësoj mbështetjen, por nuk është ky rasti. Siç ndodhi me Pachon, e pranoj që këto situata ndodhin. Ivan Balliu dhe unë kemi një miqësi shumë të madhe dhe unë mbaj një bisedë me të përpara publikut sepse kam një marrëdhënie të veçantë me të. Po të mos ishte kështu, nuk do të kishim shkëmbyer mendimet tona. Ky episod nuk ka lidhje me faktin që unë lash stadiumin për shkak të ndonjë shqetësimi ose problemi personal. Mungesa në konferencë nuk shmang kurrë asnjë pyetje, përpiqem të mos censuroj asgjë, secili është i lirë të shprehet. Nuk u paraqita për arsye personale, por kjo nuk më pengon t'ju kërkoj ndjes që nuk mundët të bënit punën tuaj në mesjavë. Pamjet që pat, Balliu nuk tregoi mungesë respekti. Ju keni shumë kamera dhe mund të shihni që më dha dorën në mënyrë normale. Patëm një bisedë, por nuk do të jem unë ai që do ta zbuloj. Nuk ndjej mungesë respekti nga lojtarët ndaj meje. Nëse në ndonjë moment do të ndjeja mungesë respekti, duhet të kem karakter dhe të marr vendime, por në këtë rast nuk ka nevojë për kërkim falje nga ana e Balliut. Presidenti bëri telefonin e prishur. Është normale, unë isha shkaku i kësaj. Nuk ishte një situatë për çmimi. Si lojtar dhe unë jam larguar nga ndonjë stërvitje, jam një person me karakter, nuk jam shën Inigo. I kthehem shpesh vetësime së lojtar sepse më ndihmon të kuptoj disa situata me lojtarët që sot kam në kontroll. Janë mjete që më vlejnë, por i ndaj plotësisht nga ajo që ndodhi të njëjtën, u shpreh trajneri Inigo Perez ndër të tjera.